Përshëndetje, siç e dim të gjithë, muaji i madhërisëm të Ramazanit i ka ardhur fundi, ka mbetur edhe një ditë dhe vjen festa e Bajramit, siç e don edhe tradita. Duhet të përgatisim një ëmbëlsirë. Ëmbëlsira që unë kam zgjedhur të përgatis për festën e Bajramit, nga zona jonë quhet zhupkëm. Nëse akoma nuk keni një ide se çfarë ëmbëlsire të përgatitni për festën e Bajramit, ndiqeni videon deri në fund, ndoshta ju pëlqen si recetë dhe e bëni në shtëpi. Vazhdojmë me recetën. Si fillim për këtë recetë do na duhen një pak kopeta baklavaje të gatshme. Unë i kam gjetur tek marketet turk këtu. I kam ndarë në dy pjesë. Do t'i palos në këtë formë role. Me anën e një thike do t'i pres në shirita të hollë petat që kam palosur. Do t'i vendos në një tavë qelçi, që më përpara e kam lyer vetëm me pak gjalpë. Do t'i hap nga njëra tjetra dhe do i këpus në copa të vogla. Pasi i kam prerë të gjitha petat dhe i kam bërë në këtë formë, do t'i fus në furrë që të piqen petat më parë. Pasi kanë marrë këtë faqen sipër, po i nxjerr që t'i përziej, që të piqen të gjitha. Kjo është pamja që kanë marrë petat në fund. Ju hedhim dhe ara sipër dhe pasi kemi mbaruar me petat, duhet të vazhdojmë të përgatisim përbërësit e tjerë. Do na duhet një portokall, arat, 3 vezë, një gotë kos, një gotë sheqer, gjys gotë vaj dhe ky budingu me vanilje, një lugë e vogël kafeje me sot buke. Këta janë të gjithë përbërësit. Na duhet një kokër portokall, ja heqim pjesën para dhe mbrapa tek bishti. Do ta presim në kuba. Të gjithë përbërësit do t'i shtojmë në një blender, edhe portokallin, 3 kokrat e vezës. Vazhdojmë me një gotë kos. Shtojmë vajin, jo një gotë tamam të plot. Shtojmë një gotë sheqer. Shtojmë budingun, dhe unë nuk ja kam hedhur të gjithë pjesën. Në fund i hedhim një lugë kafeje sot buke. I mbyllim kapakun. Si fillim po e ndes blenderin tek njëshi, që t'i përziej nga vash nga vash, dhe po e çoj tek dyshi që ta bëj të gjithën masën homogjene. Pasi janë përzier mirë të gjithë përbërësit, do ta shtojmë tek petat e pjekura. Do t'i përziej me anë të një lugë, derisa të zbuten të gjitha petat, të jenë në këtë formë. E kam graduar sobën në 180 gradë dhe besoj se do dojë rreth 1 orë, por që do ta shikoj me sy në momentin që do jetë gati. Përdorim këto teknikat e vjetra për ta kontrolluar nëse është pjekur, me anën e një thike, ku e ngullim majën e thikës në disa vende dhe e shohim nëse është e veshur ose jo. Do edhe pak kohë, kështu që e lem edhe pak. Tani është pjekur, është gati, ngjyrën e ka marrë shumë të bukur. Fillojmë me përgatitjen e sherbetit. Marrim një tenxhere, shtojmë 500 ml ujë në tenxhere dhe vazhdojmë shtojmë 3 gota sheqer, që i bie 400 gram sheqer. Tenxherën e vendosim në zjarr që të vlojë. Tek sherbeti po shtoj 2 feta portokall që ta forcoj akoma atë aromën e portokallit dhe 2 feta limon që të mos ta lejoj sherbetin të sheqeroset. Ju mund të shtoni edhe vanilje nëse doni, por unë nuk doja sepse s'dua ta humbas këtë aromën e portokallit. I përziej mirë dhe pasi ka valuar, 10 minuta pasi ka hedhur valën, e largojmë nga soba që të ftohet pak. E presim ëmbëlsirën në çfarë do lloj forme që të duam. Unë do e pres në formë katrore, nuk do mundohem shumë. Ëmbëlsira është ftohur, sepse ëmbëlsira duhet jetë e ftohtë dhe sherbeti duhet jetë ta ketë rrëzuar valën. Dhe fillojmë i shtojmë sherbetin. Unë po ja shtoj me anë të një filxhani, pak nga pak, që ta pi më mirë. Po ja vendos dhe këto fetat sipër për zbukurim dhe po e mbuloj me një letër alumini që ta pi më mirë sherbetin.
Unë nxora një fet për ta parë dhe për t'ja u treguar ju, edhe pse do akoma ta pi sherbetin, por ka një aromë të mrekullueshme. Duhet ta provoni se s'bën ta bëni, më besoni. Kjo ishte edhe receta ime e ëmbëlsirës për ditën e Bajramit. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak t'ju kem dhënë një ide që ta bëni për Bajram. Mos harroni të bëni like dhe të lini koment se si quhet në zonën tuaj kjo ëmbëlsirë. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim. Gëzuar festën e Fitër Bajramit për të gjithë. Mbarësi dhe shëndet. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!